Bojkoti i deputetëve të VMRO-s, LZDM-s dhe Znamit bëri që të mos ketë kuorum në Komisionin për Politikë të Jashtme, duke pamundsuar miratimin e propozim rezolutës për respektimin e standardeve të procedurave penale kundër ish-krereve të UÇK-s. Në seancë ishin të pranishëm vetëm deputetet shqiptar të pozitës dhe opozitës, si dhe një antar i partisë e Majda. Kryetari i komisionit Musa Xhaferi tha se çështja është politizuar dhe se seanca e radhës shtyhet për një afat të pacaktuar. Se ashtu po merr kahje që një propozim rezolut për respektim të standardeve të drejtësisë për një çështje kaq të ndihshme ose një precedent që rrallë ndodh, ka qenë gjykata e Hagës, po ka qenë ndërkombëtare e tjerë, të politizohet aq shumë, prapë them, i kisha lut deputetet e Vlenit, është me rëndësi, deputet shqiptar janë, të gjejnë procedura administrative të i bashkangjesin në nënshkrimet. Merita Koxhaxhiku tha se deputetet e Vlenit e mbështesin rezolutën dhe se kur ajo të vinë në plenare do ta votojnë pro. Shifni vetë se jemi prezentantar të Vlenit, aq sa jemi, edhe të gjithë jemi këtu dëshmojmë se e përkrahim rezolutën, por me atë që në komision e dini se jam vetëm unë antare, edhe atë e vërtetojmë, por do të vërtetojmë të njëjtën edhe me votat tona kur do t'jetë në seancë plenare pika për rezolutën, do t'i kemi 11 votat të koalicionit Vlen. Rezolutë identike për krerët të UÇK-s deri më tani kanë miratuar Kuvendi i Kosovës dhe ai i Shqipërisë. Sipas rregullores së Kuvendit, kryetari i komisionit ka të drejtë të thirrë seancë sërish, por në pritje të shtimit të pikave të tjera. Konsideroj që mungesa e antarëve në këtë komision nuk është e rastishme, pasi që bëhet fjalë për një pikë mjaft të ndihshme, posaçërisht në raportin etnik në gjithë Ballkanin, nuk është vetëm për Maqedoninë e Veriut, nuk është vetëm për ne shqiptarët thonë, mungesa e deputetëve antarëve tjerë është e qëllimshme për ta sabotuar mundësinë e punës së komisionit adekuat ku jemi ne këtu, me vetmin qëllim që kjo pikë të mos vjen në rend debat. Kjo është organizuar mes tyre. Përveç kryetarit të komisionit përbën edhe 12 antarë dhe zëvendësit e tyre, as gjysma të pranishëm. Deputetja Ilire Dauti tha se sjellja injoruese e deputetëve që nuk ishin prezent aty i detyron deputetet shqiptar të bashkangjiten rezolutave të Shqipërisë dhe të Kosovës. Bëhet fjalë për 1133 fëmijë të vrarë nga shovenizmi, nga lufta shoveniste serbe që është zhvilluar në vitet 1998-99. Bëhet fjalë për rreth 20.000 gra dhe vajza të përdhunuara. Bëhet fjalë për 600.000 persona të zhdukur, që edhe sot e kësaj dite, sipas dhënave të fundit 1600 ende nuk din as lule ku t'ju dërgojnë të afërmve të tyre, prandaj ju kisha lutur që ta vendosim debatin tek çështja në fjalë. Si propozues të rezolutës nga Fronti Evropian theksuan se ky akt riafirmon përkushtimin ndaj shtetit të së drejtës, pavarësisë së gjyqësorit dhe respektimit të plotë të drejtave themelore të njeriut. Nëpërmjet kësaj nisme parlamentare kërkohet që proceset gjyqësore që po zhvillohen pranë dhomave të specializuara të Kosovës të zhvillohen sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, duke garantuar prezumimin e pafajësisë, mbrojtjen efektive dhe gjykimin brenda një afati të arsyeshëm për të gjithë të akuzuarit. Deputetët nënshkrues u bëjnë thirrje të gjithë deputetëve të Kuvendit, pa dallim përkatësie politike që tu bashkohen kësaj nisme dhe ta mbështesin rezolutën me vota.